Pra, i bie 27.7% të votave të numëruara, 47.5% vetëvendosje kurba është lart duke shku, pra grafikoni është duke shkuar lart. Nga sa ishte 45.8 më herët, 45.1. Kjo i bjen që po i prek PDK 19.2%, LDK 13.9%. Pra ka rënë 9.14%. AK 7.7%, solid është AK. Kjo siguron me mos me pas rrezikim kalimin e provës, besoj se edhe lista sërbe është 4.5%, e nisma socialdemokratit 1.6%. Pra, po i referon 27.7%. Do me thonë Ramushi, konstatimi o AK-s është i drejtë që nisma i ka dëmtu, se që ashtu po del. Koalicioni me nismën. Po, si pas kësaj, ashtu i bje. Ose një mobilizimi i ri. Albini po gjetë ka me koll lojën me vjusën. Kam ja uqit vjusën edhe kam i thonë LDK-s hajtë më së vëta, pra. Shkojnë anë zi. Ama ajo është proces, besha e ka mirë, ajo është proces pas 3 mujve. Ndalemi. Qeveria është e kjo, vetëm me vëndë. Ti e fansi Arsenalit, njëra i kapiteni Arsenalit, kush është tani? Duhet ta zbres topin në tokë. Edhe duhet pastaj të nis loja të bëhet. Prandaj tash pozicioni jo më i mirë se në shkurt, kushtrem. Tash nuk ka më problemi s qeverisë. Tash na kryet shpejt, vetëm të certifikohen rezultatet. Tek çështja e presidentit na duhet të diskutojmë. Qeveri me kë? Qeveri vetë presidentin ose presidenti. Nuk e merr ai kërkan. Veç vetë. Nuk e merr ai kërkon. Po pse do të më marr? Ka thonë se do të më marr. Nëse një parti LDK-ja për shembull i thotë,